Familja e madhe e Rockefellerëve. Historia e fuqisë, pasurisë dhe ndikimit të tyre. Familja Rockefeller konsiderohet si një nga familjet më të pasura dhe më me ndikim në historinë e Shteteve të Bashkuara dhe të gjithë botës. Emri Rockefeller është lidhur me naftën, bankat, politikën, arsimin, mjekësinë dhe filantropinë. Por si filloi gjithçka? Kush ishte njeriu pas kësaj perandorie dhe si arriti kjo familje të ngritej dhe të ndikoj me breza të tërë? Kjo është historia e familjes Rockefeller, një histori ambicje, inteligjencë financiare dhe pushteti. John Rockefeller, fillimi i perandorisë. Gjithçka fillon me John Davison Rockefeller, i lindur në vitin 1839 në New York City. Ai vinte nga një familje modeste dhe që në moshë të vogël tregoi interes të madh për numrat dhe kursimin e parave. Thuhet se mbante shënime të detajuara për çdo qindark që fitonte ose shpenzonte. Në mesin e shekullit 19, Amerika po përjetonte një bum industrial dhe nafta po shndroi në burimin më të rëndësishëm të energjisë. Rockefeller e kuptoi këtë herë më shumë se çdo herë. Në vitin 1870 ai themeloi Standard Oil, një kompani që brenda pak dekadash do të kontrollonte rreth 90% të industrisë së naftës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai përdori strategji agresive biznesi, blerje e konkurrentësh, ulje çmimesh dhe marrëveshje sekrete me hekurudhat. Ky e bëri jashtëzakonisht të pasur, por edhe shumë të diskutueshëm. Shumë e quajtën monopolist dhe simbol të kapitalizmit ekstrem. Standard Oil dhe fuqia ekonomike. Standard Oil nuk ishte thjesht një kompani, ishte një makineri gjigante ekonomike. Ajo kontrollonte nxjerrjen, përpunimin, transportin dhe shitjen e naftës. Në vitin 1911, qeveria amerikane e shpalli Standard Oil si monopol ilegal dhe ndau në disa kompani më të vogla. Ironikisht, kjo e bëri Rockefeller edhe më të pasur, sepse ai zotronte aksionet të gjitha kompanitë e reja. Në atë moment, John Davison Rockefeller u bë njeriu më i pasur në historinë botërore. Dhe sipas disa vlerësimeve, pasuria e tij do të ishte barabartë me qindra miliarda dollar sot. Familja Rockefeller dhe brezat e tjerë. Pasuria nuk mbeti vetëm te John Rockefeller. Ai ndërtoi një sistem familjar ku pasuria, ndikimi dhe edukimi kalonin brez pas brezi. Djali i tij, John Rockefeller Jr., nuk ishte aq i përfshirë në biznes sa i ati, por u bëi famshëm për filantropinë. Ai financoi projekte të mëdha si Rockefeller Center në New York, restaurimin e Versailles në Francë, mbështetje për universitete, kisha dhe institucione kulturore. Familja Rockefeller investoi shumë në arsim dhe shëndetësi, duke themeluar institucione që ekzistojnë edhe sot. Fondacioni Rockefeller dhe ndikimi global. Një nga instrumentet më të fuqishme të familjes ishte Fondacioni Rockefeller, i themeluar në vitin 1913. Ky fondacion luajti një rol të madh në zhvillimin e mjekësisë moderne, luftën kundër sëmundjeve si malaria, mbështetjen e kërkimeve shkencore, reformimin e sistemeve arsimore. Megjithatë, ndikimi i fondacionit ka qenë gjithashtu objekt kritikash. Disa besojnë se familja Rockefeller ka përdorur filantropinë për të ushtruar ndikim politik dhe shoqëror në shkallë globale. Rockefellerët në politikë dhe në shoqëri. Antarët e familjes Rockefeller kanë pasur role të rëndësishme politike. Nelson Rockefeller, për shembull, ishte guvernatori i New Yorkut dhe më vonë nën president i SBA-s. Familja ishte lidhur ngushtë me bankat, mediat dhe institucionet ndërkombëtare, duke krijuar teoritë e famshme se Rockefellerët kontrollojnë botën nga prapaskena. Edhe pse shumë nga këto teori janë të egzageruara, është e pamohueshme që ndikimi i tyre ka qenë real dhe i madh. Trashëgimia sot. Sot familja Rockefeller nuk ka më të njëjtin kontroll ekonomik si në fillim shekullit 20, por emri i tyre vazhdon të ketë peshë. Ata janë aktiv në investime financiare, projekte mjedisore, filantropi, diplomaci e kështu me radhë.